Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Gjakov ka bërë edhe përgatitje të fundit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në vend, të cilat do të zhvillohen gjatë ditës së nesërme. Sa i përket shpërndarjes së materialeve sensitiv dhe atij jo sensitiv, Armir Rexhe, zyrtari i lartë komunal i zgjedhjeve në komunën e Gjakovës, bëri të ditur se materiali jo sensitiv është shpërndar gjatë ditës së sotme, ndërsa shpërndarja e materialit sensitiv, siç janë fletë-votimet, do të bëhet nesër para hapjes së vendvotimeve. Shpërndarja e materialit jo sensitiv bëhet një ditë para ditës së zgjedhjeve, pra më datën 11 tetor, ndërsa shpërndarja e materialit sensitiv apo materialit të ndjeshëm që janë fletë-votimet bëhet ditën e diel, pra më datën 12, jo më larg se ora 6, për shkak se KVV-t apo këshillat e vendvotimit duhet të jenë prezent në vendvotimet e tyre të caktuara, që vendvotimet të hapen në ora 7. Rexhe po ashtu potencoi se nesër në dispozicion do të jenë edhe 3 ekipe mobile. Gjithsesi kemi 3 ekipe mobile, domethënë gjithë ata persona të cilët nuk mund të dalin në qendrat e tyre për kërkesë vendvotimit që janë caktuara, lejohet edhe regjistrimi i tyre përmes platformës, pra votimi persona me nevoja të veçanta. KKZ ka hartu planin dhe kemi finalizuar, kemi 3 ekipe të mobile. Domethënë bëhet ndarja pavarësisht në regione sipas qytetit apo fshatrave. I kemi 2 ekipe, një në qytet dhe një në fshat, ndërsa kemi edhe ekipin numër 3 që është në institucionet që janë personat në hospitalizim, shtëpia sigurt, shtëpia ridatësimit në bashkësi dhe shtëpia pleqve konak. Kujtojmë që në komunën e Gjakovës të drejtvote kanë gjithsej 121.768 votues.